Horoskopi ditor, 30 janar 2026, Dashi, hëna do të qëndrojë edhe sot në sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes, i dashur Dashi. Ky është një kalim i shkurtër por shumë ndihmues, që të kujton rëndësinë e gjetjes së qetësisë shpirtërore dhe nevojën tënde të sinqertë për t'u ndjerë rehat dhe i sigurt. Merre këtë moment si një lloj pike kontrolli gjatë muajit, ku koha që kalon vetëm ose në hapësirën tënde personale bëhet e pachmueshme. Megjithatë, sot mund të kesh disa keqkuptime të vogla me miqt ose njerëzit në rrjetet e tua sociale, ndaj bëj kujdes me pritshmëritë e tepruara. Situatat mund të duken pak të paqarta, gjë që mund të shtyjë drejt vendimeve të gabuara. Mund të përballesh me egzagjerime ose informacione jo të sakta, por kjo mund të kthehet në një mësim të mirë për ty. Mjafton që të mos nxitohesh në përfundime apo të marrësh vendime të rëndësishme bazuar në këto thashetheme. Zgjidhi me mençuri betejat e tua sot. Shanset janë të larta që qëllimet e njerëzve të jenë të mira, por ndjeshmëria e lartë dhe keqkuptimet mund të krijojnë tensione, ndaj jepi kohë çdo gjëje para se ta marrësh shumë persone. Demi, hëna po kalon ditën në sektorin tënd të komunikimit, duke zgjuar te ti një kuriozitet të madh për çdo gjë që të rrethon. Ky kalim planetar të motivon më shumë se zakonisht për t'u lidhur me njerëzit, për të mësuar gjëra të reja dhe për të dalë pak nga zona jote e rregullt. Mund të ndihesh i frymëzuar për të harxhuar energji në projekte krijuese ose në shkrim e biseda, por ki parasysh se sot mund të jesh pak si tepër me mendje në hënë. Mund të kërkohet të flasësh në publik ose të japësh këshilla për të tjerët, dhe ndonë se kjo mund të sjellë vlerësime, shanset për ndonjë lapsus ose keqkuptim janë pak më të larta sot. Vendimet që do të marrësh tani mund të bazohen në informacione të pasakta ose në vëzhgime shumë dramatike që nuk i përgjigjen të vërtetës. Të premtosh diçka shumë shpejt mund të kthehet kundër teje më vonë. Gjatë këtyre ditëve po mendon shumë për arritjet e tua, qëllimet afatgjata dhe dëshirën për t'u njohur nga të tjerët, por sot lajmet që vijnë mund të jenë pak të deformuara. Komentet e rastësishme mund të nxirren nga konteksti ose të merren më seriozisht se ç'duhet. Megjithatë, nëse i lëmënjan problemet e vogla me kohën, dita është e fortë për të mbyllur disa çështje që të kanë rënduar dhe do të ndjesh një lehtësim të madh. Mbajtja e një qëllimi të qartë para syve do të bëjë të japësh maksimumin tënd sot. Binjakët, dita e sotme të gjen duke kërkuar stabilitet dhe ekuilibër, i dashur binjak, me hënën që qëndron gjatë gjithë kohës në sektorin tënd të sigurisë dhe financave. Focusi yt kryesor është të arrish një ndjesë qetësie dhe të ndihesh i mbrojtur në hapat që hedh. Megjithatë, kalimet e sotme planetare mund të bëjnë të ndihesh paksa përtac nga ana mendore ose mund t'i shohësh detajet paksa të mjegullta. Edhe pse qëllimet e tua janë të mira dhe dëshira për të mësuar gjëra të reja e për të zgjeruar horizontin është e madhe, një pjesë e jotja kërkon t'i mbajë gjërat sa më të thjeshta, të njohura dhe pa shumë komplikime. Kjo është krejtësisht në rregull. Për sa kohë që shmang marrjen e vendimeve të rëndësishme bazuar vetëm në përshtypjet e sotme, të cilat mund të gënjejnë. Mund të kesh disa probleme me llogaritjen e kohës, prandaj bëj kujdes me blerjet, pasi mund të jenë të nxituara ose të pamenduara mirë. Oreksi yt për kënaqësi dhe qejf është shumë i lartë tani, dhe nëse arrin ta mbash nën kontroll këtë dëshirë duke u argëtuar me mas, do të jesh në një formë të shkëlqyer. Shfrytëzoje ditën për të mprehur aftësitë e tua ose për të mësuar diçka që të intereson vërtet. Gaforja, sot mund të ndjesh një lloj presioni për të marrë një vendim, për të cilin ende nuk ndihesh plotësisht i përgatitur, e dashur Gafore. Zgjedhja jote më e mirë është të presësh dhe t'i lësh gjërat të rrjedhin, nëse kjo është e mundur. Idetë që të vinë në mendje sot nuk kanë gjasa të jenë shumë të moderuara apo realiste, dhe informacioni që ke në dispozicion mund të jetë i mangët. Mendimi i tepërt nuk të ndihmon fare në këto momente, por mund të duhet pak kohë derisa ta kuptosh këtë. Ka një tendencë për t'i parë gjërat me nxitim ose pa vëmendjen e duhur ndaj detajeve. Shijo veten dhe momentin, por mundohu të mos e egzagjerosh me asgjë.
sepse lodhja dhe rënia e energjisë mund të jenë pasojat e menjëhershme. Bën mirë t'i shtysh vendimet që lidhen me financat ose me marrëdhëniet e tua personale, sepse shumë shpejt do të kesh një pasqyrë më të qartë dhe të plotë të situatës. Syno të mbështetesh te përvoja dhe urtësia jote e grumbulluar ndër vite. Aktivitetet që e mbajnë mendjen të angazhuar dhe aktive janë thelbësore që ti të ndihesh i përtërir dhe plot gjallëri sot. Luani, sot mund të përballesh me një lloj lufte të brendshme dhe pavendosmërie për shkak të mendimeve të shumta që të vinë në kokë, i dashur Luan. Megjithatë, të qëndrosh mbi gardh dhe të mos marrësh një pozicion të prerë mund të jetë më mirë se sa të marrësh vendime të nxituara që mund t'i pendosh më vonë. Mund të ndjesh edhe një betejë mes asaj që thot mendja dhe asaj që ndjen zemra, ndaj bëj kujdes, sepse fjalët që do të nxjerrësh nga goja mund të mos jenë ato që mendon vërtet. Komunikimi në marrëdhëniet e tua mund të jetë pak i ngatëruar, duke çuar në shmangje ose lëkundje, dhe mbase mund të përfundosh duke folur për tema që të bëjnë të ndihesh jo rehat. Por, mos u shqetëso, sepse me disa rregullime të vogla dhe pak durim, do të dish të gjesh mënyra unike për të lidhur dhe ndërvepruar me të tjerët. Fuqitë shëruese të artit, muzikës ose argëtimit do të jenë në qendër të vëmendjes për ty sot, duke të ndihmuar të gjesh qetësinë që të duhet. Virgjëresha, hëna po kalon ditën në sektorin tënd të miqësisë dhe idealeve, e dashur Virgjëresh, duke e drejtuar vëmendjen tënde te jeta sociale dhe ëndrat që ke për të ardhmen. Ti je gjithmonë e gatshme t'i mbështesësh njerëzit që i ke për zemër, duke ofruar zgjidhje praktike për planet dhe vizionet e tyre. Megjithse mendja jote kohët e fundit ka qenë e fokusuar te puna, shëndeti apo detyrat e përditshme, vendimet e sotme mund të mos jenë aq të prera dhe të qarta sa do të dëshiroje. Mendja jote ka tendencën të bredh lart e poshtë dhe nuk ke shumë durim për të marrë me detaje të vogla e të bezdishme. Në këto kushte, ndoshta është më mirë të presësh dhe të shohësh se si do të rrjedhin gjërat. Ose nëse mundesh, fokusohu te argëtimi në vend të rutinës që të lodh. Nëse e liron veten nga presioni për të arritur patjetër në një përfundim apo vendim, çdo gjë do të fillojë të përmirësohet, madje edhe punët e tua praktike do të përfitojnë nga imagjinata dhe intuita jote e shtuar. Syno të gjesh një ekuilibër më të shëndetshëm mes punës dhe qejfit për t'u ndjerë plotësisht mirë. Peshorja, një aspekt i vogël sfidues i Merkurit mund t'i bëjë vendimet paksa të vështira përkohësisht sot, e dashur Peshore. Bisedat lojkale ose ato shumë rastësore mund të mos funksionojnë mirë në mjediset profesionale apo në publik, duke çuar në keqkuptime të panevojshme me të tjerët. Mund të ndjesh një lloj shpërndarjeje të energjisë tënde mendore dhe do ta gjesh veten përballë dilemës, të argëtohesh apo të merresh me punët e rëndësishme? Kjo është pyetja që do të mundoj sot. Gjëja më e mirë është të mos bllokohesh shumë te kjo dilemë, sepse rrezikon të përfundosh duke mos bërë asgjë nga të dyja. Argëtimi dhe përgjegjësia nuk e përjashtojnë domosdoshmërisht njëra tjetrën. Por do të duhet pak kreativitet për t'i kombinuar ato me sukses. Mund të luhatesh mes asaj që thot logjika dhe asaj që të kërkon dëshira, dhe do të jetë sfiduese të arrish në një përfundim të prerë. Prandaj, nëse është e mundur, shtyj vendimet vërtet të rëndësishme për një ditë tjetër. Do të bënte shumë mirë të gjeje një mënyrë të përshtatshme për të shprehur idetë dhe ndjenjat e tua pa presionin e kohës. Akrepi, energjitë e sotme janë paksa sfiduese kur bëhet fjalë për të marrë vendime të prera dhe të qarta, i dashur Akrep, por nga ana tjetër, është një kohë fantastike për të luajtur me ide të reja. Në fakt, nëse i merr gjërat me sportivitet dhe si një lloj loje, do ta kesh shumë më të lehtë të mposhtësh frustrimin që mund të shkaktojë dita. Ndoshta ke dëshirë të zgjidhësh një problem specifik ose të fokusohesh te një projekt i rëndësishëm, por një lloj trazimi i brendshëm do ta pengojë mendjen tënde të përqendrohet te puna që ke në dorë. Të tjerët mund të sfidojnë mënyrën tënde të menduarit për një çështje të caktuar. Gjë që mund të nxjerrë jashtë teme dhe të humbas kohën. Ti ke vërtet nevojë për pak hapësirë personale dhe kohë për të menduar i qetë.
Fatmirësisht, sa po ta gjesh këtë moment vetmje, do të ndihesh shumë më i balancuar dhe në qendër të vetes. Hëna po kalon ditën në sektorin tënd të shpirtit dhe përvojave të jetës, duke të inkurajuar që të eksplorosh horizonte të reja. Megjithatë, do të kesh energji shumë të mirë edhe për aktivitete familjare apo për të rregulluar diçka në ambientin e shtëpisë tënde. Shigjetari, vendimet sot mund të duken si një mal i vështirë për të ngjitur, i dashur shigjetar, ose mund të tundohesh të hidhesh në veprim shumë shpejt pa i menduar pasojat. Në të dy rastet, ka shumë gjasa që informacioni që ke të jetë i mangët, ose mendja jote po punon aq shumë sa po të ngatëron më tepër. Intuita jote duket se është në konflikt të hapur me atë që të thot logjika dhe inteligjenca në këto momente. Mund të ndodhë që të japësh sinjale të përzira të të tjerët, sepse një pjesë e jotja po përpiqet të jetë racionale, ndërsa pjesa tjetër po tenton të dëgjojë ndjenjat, por pa shumë sukses për momentin. Gjithashtu, përgjigjet që do të marrësh nga njerëzit rreth teje mund të jenë të pasigurta dhe hezituese. Planet dhe idetë tua mund të jenë të mëdha dhe ambicioze, por këshilla më e mirë për sot është t'i mbash pritshmëritë realiste, si për veten, ashtu edhe për të tjerët. Sidoqoftë, interesat e tua janë të shumta tani dhe kjo të bën të ndihesh mirë dhe me energji. Kurioziteti yt i fortë do të ndihmojë të kalosh çdo paqartësi me një buzëqeshje. Bricjapi, hëna vazhdon të kaloj gjithë ditën në sektorin tënd të partneritetit, i dashur bricjap, dhe kjo është ajo periudhë e muajit ku duhet të mendosh për fushat e jetës që kërkojnë më shumë ekuilibër, si dhe për nevojën tënde për shoqëri. Në përgjithësi, është një kohë shumë e mirë për të bërë kompromise dhe ndryshime të vogla që t'u përshtatesh më mirë nevojave dhe planeve të njerëzve që i ke për zemër. Megjithatë, mund të duhet të përballesh me pak konfuzion ose pavendosmëri, dhe disa frustrime në komunikim mund të dalin në pas sot. Një çështje morale ose filozofike mund të mundoj paksa mendjen, duke të bërë të mendohesh më shumë se zakonisht. Rishikimi i të kaluarës mund të jetë produktiv dhe të japë ide të reja, por vetëm nëse nuk ngec aty apo nuk e lejon atë të prish humorin ose të shpërndaj vëmendjen nga punët që ke në dorë. Gjatë këtyre ditëve je treguar shumë praktik dhe i pavarur në mendimet e tua, por një pjesë tjetër e jotja e shijon vërtet konsultimin me të tjerët. Edhe pse mund të ndihesh sikur nuk je plotësisht në formë sot, do ta kesh shumë të lehtë të përdorësh talentet e tua natyrale dhe burimet që ke për të ndjekur qëllimet e tua me sukses. Ujori, bëj kujdes që të mos flasësh më shumë se ç'duhet ose para kohës sot, i dashur ujor, pasi mund të pendohesh më vonë për gjërat që thua ose për premtimet që merr përsipër tani. Mundohu të jesh i qartë me të tjerët dhe mos i lër njerëzit pas dore ose në konfuzion me veprimet e tua. Mund të ndjesh një lloj pavendosmërie ose shqetësimi që lidhet me punën, shëndetin ose planet e tua ditore. Premtimet që bën sot mund të duken shumë të vështira ose të lodhshme për të mbajtur kur të vijë koha për t'i realizuar vërtet. Synimi yt duhet të jetë menaxhimi i mirë i burimeve që ke, por pa e stresuar veten për gjëra që vetëm i imagjinon se mund të ndodhin në të ardhmen. Edhe pse mund të ketë pak tension në ajër, nëse arrin të krijosh një gjendje mendore më të balancuar dhe të distancuar, do ta kesh shumë më të lehtë t'i shohësh aftësitë e tua me qartësi. Kjo do të ndihmojë të marrësh vendime më të mira në fund të ditës. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të derdhur më shumë energji në detyrat e tua ose për të marrë me një aktivitet që përmirëson mirëqenien tënde fizike dhe mendore. Peshqit, sot mund të përballesh me disa tensione të vogla ose vështirësi për të arritur në vendime të prera dhe të sigurta. I dashur peshk, bëj kujdes të mos flasësh para kohe dhe mundohu të mos marrësh përsipër premtime apo angazhime që më vonë nuk do të duken as pak tërheqëse apo interesante. Ekziston një tendencë për të thënë diçka për të cilën mund të pendohesh më pas, ose të mbetesh duke pyetur veten se pse e thash atë gjë. Je veçanërisht i kujdesshëm ndaj optimizmit të tepruar ose egzagerimeve të tjerëve, pasi këto mund të nxjerrin nga rruga jote dhe të mashtrojnë sot.
Mund të vësh re se drejtimi i bisedave të përditshme bien ndesh me qëllimet dhe interesat që ke për momentin. Për sa kohë që e kupton se dita e sotme ka të bëjë më shumë me shijimin e momentit se sa me vullosjen e marrëveshjeve të rëndësishme, kjo do të jetë një kohë e qetë dhe e suksesshme për ty hëna po kalon ditën në sektorin tënd të argëtimit dhe çlodhjes. Prandaj fokusimi të gjërat që të falin gëzim ose përkushtimi me gjithë zemër ndaj pasioneve të tua do të jap një ndjesi të madhe kënaqësie.